أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم ذا الأفضلات لتخوين الله جل جلاله صلاة السلام وشوفشن ببيغمبير صلى الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanë që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Do të flasim sonte disa fjalë përkujtuese për tematikë që edhe kemi folur më herët. Më shpresoj se këto fjalë zonë vend në zemrat tona dhe të përmirësohet gjendja jonë. Wajibu ar-rajuli fi ta'limi ahli. Obligueshmëria e njeriut në edukimin e familjes së tij. Tha Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'an, në surën Baqara, po ashtu në surën Tahrim dhe shumë ajete kur'anore, këshillon Allahu me këto këshilla, thot subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O ju të cilët keni besuar, shpëtojeni veten dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhehenemit, lënd djegëse të cilët janë njerëzit dhe gurt. Aty ka melaçe të vrashtë, ghiladh, shidat, të fuqishme. Pra në urdhnat e Allah subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum. Ato nuk i bëjnë mëkat Allahut në urdhrat që jep Allahu, wa yaf'aluna ma yu'marun, dhe i realizojnë urdhnat të cilat u jep Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky ajet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe shumë ajete tjera dhe hadithe na flasin neve për përgjegjësinë që e ka njeriu në raport me familjen e tij, bashkëshortën dhe fëmijët e tij. Transmeton Sufjan al-Thauri nga Mansuri nga një person se Aliu radhiyallahu anhu të fjala e Allahut, shpëtojni veten dhe familjen tuaj prej zjarmit, ka thënë: edibuhum wa allimuhum. Edukoni ata dhe mësoni ata. Nga Ibn Abi Talha, nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë: i'malu bi ta'atillah. Shpëtojni veten dhe familjen tuaj prej zjarmit të xhehenemit, do të thonë veproni me urdhnat e Allahut, veproni me nënshtrim ndaj Allahut, wattaqu ma'asillah, dhe keni frikë prej mëkateve ndaj Allahut, wa amuru ahlikum bidhikri yunjikumullahu minan nar. Urdhërojeni familjen tuaj me dhikr, me shpresë që t'ju shpëton Allahu prej zjarmit. Thot Qatada: urdhroni familjen tuaj të nënshtrohen Allahut, wa tanhahum an ma'siyatillah, dhe ti ndaloni prej mëkatit ndaj Allahut. Pra, nuk është për qëllim veç me i thanë, po është për qëllim me ndal. Dhe për këtë shkak burri është burr, dhe për këtë shkak baba është bab, dhe nana është nan. Jo veç me i thanë, po me ndal. Për shkak se e ke autoritetin për me ndal, dhe duhet më ndal patjetër. E ke autoritetin për me urdhnu, edhe duhesh me urdhnu, edhe duhet me nënshtruar në mësimit urdhrit të burrit, gruaja dhe fëmijët, fëmijët me nënshtruar urdhnave të nanës edhe të babas. Ti urdhërosh, ti nënshtrohen Allahut dhe ti ndalosh prej gjunaheve. Ti ndalosh prej gjunaheve. Dhe këta me bë në formën më të mirë. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawlik. Edhe për shkak mëshirës së Allahut ndaj teje ti ishe i butë.
e sikur të ishe i vrasht ndaj tyre, ato do të shpërndashin drejt teje. Pra bazament në edukimin e familjes, në raport me familjen, bashkëshorte edhe fëmijë, apo prindër edhe fëmijë, bazë duhet jetë mëshira, jo vrasësia. Bazë duhet jetë butësia, jo arroganca. Bazë duhet jetë mëshira, jo ndëshkime. Ndëshkimet vinë për jashtim dhe njëherë. Esenca është me ndërtu thirrjen me të mëdhajt, po edhe njëjtë edhe me familjen edhe me të veçlit, me mëshirë që ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ti urdhërosh ata të nërshojnë Allahut, ti ndalosh prej mëkateve, u an taqum alejhim bi amri Allahi, dhe ti të realizosh urdhën e Allahut në raport me ta, wa ta'muruhum bihi wa tusa'iduhum alejhi, ti urdhërosh ata dhe ti ndihmosh ata. Ti urdhërosh edhe ti ndihmosh ata. Fa idha ra'ayta lillahi ma'siyatan qada'tahum anha wa zajartahum anha, wa hakadha qala ad-Dhahhak aw al-Muqatil. E kur e shet që i bat mëkat Allahu subhanahu wa ta'ala, ti ndalosh me vepër jashtë edhe fjalës. Pra mi bo shkaqet në shtëpi që mos mi bo mëkat Allahu subhanahu wa ta'ala. E kur ti bat mëkat Allahut, me ndal me dorën tënde, në mënyrën më të mirë, për shkak se burri është autoriteti në shtëpinë e tij. Pra është obligative që muslimani të edukon familjen e vet. Është obligative që muslimani të edukon fëmijën e vet. Dhe kjo jo më ndodh njëherë njaft. Këshillat, veprim me familje, mos jetë vetëm në vikend, në qofse e kemi caktu një ditë të vikendit ku na grumbullojmë me familjen tonë, edhe dalmi për vikend diku dhe aty me shfrytëzimi po davet. Jo, për ditë. Për ditë. Ftoft, nxeft, në shtëpi, jashtë shtëpisë, verë, dimën, ditë, natë, në krejta situatat, me urdhërum të mirë, me ndalun nga e keqja, duke nëshru Allah subhanahu wa ta'ala. Tha Allah subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alejha. Urdhëroj familjen tënde ta falen namazin, wastabir alejha, dhe ban sabër në ta. Thot Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, istanqidhhum min adhabillahi bi iqamis salati wasbir anta ala fi'liha, kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ta shpëtoje familjen tënde prej zjarmit xhenemit me realizimin e namazit. Shpëtoje. Si duket ndryshe ai që nuk e fal namazin në shtëpinë tënde, grua ose fëmijë, po atë antarët e tjerë të familjes, po për to kemi marrë në pyetje ata që janë të martuar. Për to kemi marrë në pyetje për Allah subhanahu wa taala. Kur nuk e fal namazin, kur janë duke i bën mëkat Allahut, dush me pas si është duke u djeg zjarr. E ka kapur zjarmi. Dikan zjarmi i madh, dikan një zjarmi i vogël, varësisht mëkatit që ja bën Allah dhe mos nshimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ti dush me parafitru si është u djeg përpara syve tu. E në qoftë se është duke u djeg, edhe ti ke ndonjë arsye që nuk e vepron me i shpëtua, atëherë tamam, ama nuk ke arsye. Se me bu mu djeg ata për një men zjarë, me e zonë fëmijun rryma, vallaj nuk e le. E rezikon vetën të anë më fëmijën kime nëzirë. E rezikon vetën të anë më bashkëtë kime nëzirë. Se për që ati e burë, për që ati e autoriteti. Ama dush me paramenduhe se është duke dikë me zjarë gjenemit. Ani pse e shef shëndet që më dhe minë këtë dunjo kësho. Ama duke me paramendu që është u djekë zjarën. Qyshe paramendon me të thonë që këtë toka është e jote, edhe një shtëpi, kujdjone, 200 kvadrat, metër katror, edhe ta jep arhitekti plan në shtëpis, ti e shepin plan shua, e që shduket, dikush e ka atë, apo e ka
atë fotografin finishit që shka më duke. Bashkë, që duket finish, që ashtu e shef. E shef shpin pa qenë prezent. Që ashtu dush mi po edhe në të ardhmen. Se kanë mu djekë zja, në qofë se nuk i nështrojnë Allah dhe pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ibrahimi a.s., Luti a.s., dhe pejgamber të Allah s.w.t. I këshilloni fëmijët e tyre që të nështrojnë Allah subhanahu wa taala dhe mos të vdesin ndryshe pas duke qenë musliman. Tha Allahu ja Baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. O bit e mi, Allahu për juve ka zgjedh fen, pra islamin, dhe mos vdisni ndryshe pas duke qenë musliman. Thot Ibn Kathiri, Allah më shiroft, ahsinu fi halil hayat walzamu hadha liyarzuakum Allahu al-wafata alayhi. Jetojni jetën e mirë. E jeta e mirë është jeta e cila është në suaza të fjalëve të Allahut, brenda kufive të Allahut subhanahu. Jetojni një jetë të mirë dhe jeni të vazhdueshëm në këtë, me shpresë që Allahu t'ua mundson që ju të vdisni ashtu. Pse? Fa inna al-mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alayhi wa yub'athu ala ma mata alayhi. Thot për shkak se në përgjithësi njeriu vdes ashtu siç ka jetu dhe ringjallet te Allahu ashtu siç ka vdek. Wa qad ajza Allahu al-Karim adatahu bi anna man qasada al-khayra wuffiqa lahu wa yussira alayhi wa man nawa salihan thabata alayhi wa hadha la yu'radu ma jaa fi al-hadith as-sahih. Thot për shkak se Allah subhanahu wa taala prej traditës së tij është që ta shpërblen njeriu i cili e ka bën një jetë me jetu mirë dhe Allahu ja lehtëson sebepet. Dhe Allahu ja lehtëson sebepet për të jetuar një jetë të mirë dhe e bën që Allah dhe e bën që ai me qenë i vazhdueshëm. Thot dhe kjo nuk e kundërshton fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka ardhur në hadith, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka mundësi njeriu të jeton me vepra të mira, me vepra të banorëve të xhennetit, derisa nuk jetë mes tij dhe xhennetit pas një plan, në fund i kthehet libri, punon punë të banorëve të zjarmit dhe shkon në xhenem. Dhe një person tjetër punon punë të banorëve të zjarrit derisa nuk jetë mes tij dhe xhenemit një plan, në fund i kthehet libri, fillon të punu punë banorëve të xhennetit dhe hyn në xhennet. Apo? Kjo është hadith i sakt. Dikush thotë, e po çusosh kjo hadith i sakt, atëherë çu shkon mundsi në pjesën në shumicën e rasteve njeriu me vdek çu ka jetu. Kështu që ka jetu mirë, në fund ka vdek keq. Edhe ai ka jetu keq, në fund ka vdek mirë. Thotë tu nuk ka kundërshtim mes kësaj që e thanë, kësaj që e thonë me Kathiri dhe hadithit. Pse? Për shkak se me një transmetim tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas. Ai ka bë punë të banorëve të xhennetit në atë çka njerëzit e kanë pa. Në atë çka njerëzit e kanë pa. Ama ka pas diçka tjetër. Dhe ka bë punë të banorëve të zjarrit në atë që njerëzit e kanë pa. Ama ka pas diçka tjetër. Të gjithë këshillat e krejt pejgamberëve, fillim dhe mbarim, janë të përbashkëta se sendi kryesor me të cilën fillohet të edukohet fëmia është tauhidi, njohja e Allahut subhanahu wa taala dhe kujdesi prej shirkut. Me janë ngulit në zemrat besimtarit, fëmijëve, grave, fillimisht vetes, rëndësinë dhe vlerën e tauhidit dhe rrezikun e shirkut. Që të jetojmë me tauhid dhe të largohemi prej shirkut. Dhe në këtë argumenton hadithi Muadh ibn Jabalit radhiyallahu anhu kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çoi një men vodavat inaka ta'ti qawma ahli kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah tasmitim ila wahidullah tasmitim ila ibadati Allah subhanahu wa ta'ala. I tha Muadh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti ke më shku mu ballafaqu me një popull i cili janë pasues të librit, le të jetë se ndi i parë të cilët do t'i thrasësh drejt fjalës la ilaha illa Allah. Me një transmetim në adhurimin ndaj Allahut të vetëm, me një transmetim t'i thrasësh ta njësojnë Allahun
subhanahu wa taala në adhurim. Pra kjo është pika kryesore nga ku duhet të fillon besimtari këshillin, edukimin e fëmijëve të tij. Argumente nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hadithi i Malik ibn Huwairith radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi mësoi diçka për Islamit, Malik ibn Huwairith u tha irji'u ila ahlikum fa'allimuhum. Tash kthehuni te familjet tuaja dhe mësoni ata. Dhe hadithi i waft i delegacionit të Abdul Qaisit, të cilët erdhën te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe mësuan nga dispozitat shariatike, u tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ihfadhuhu wa akhbiru man wara'akum. Mbani mend, mësoni këto çka u treguam dhe informoni ata çka janë pas juve. Pra informoni familjarët e juve. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej juve jeni të ngarkuar me përgjegjësi dhe secili prej juve do të merret llogari për përgjegjësinë të cilën e ka pasur në këtë botë. Burri është përgjegjës për familjen e tij, pra edukimin e familjes, fillimisht edukimin e bashkëshortës dhe edukimin e fëmijëve, edhe obligimet tjera që i ka burri në raport me gruan, që do t'i përmendim inshallah ditën e xumë. Dhe do të merret llogari te Allahu për këtë përgjegjësi që e ka në këtë botë. Dhe gruaja është përgjegjëse për familjen e burrit, është përgjegjëse për shtëpinë e burrit, pra ruajtja e nderit, ruajtja e pasurisë, ruajtja e sekreteve, edhe edukimi i fëmijëve. Dhe do të merret llogari te Allahu për përgjegjësitë të cilat Allahu ja ka ndarkuar në këtë botë. Ditën e gjykimit. Atje kërkush kërkujna s'kam ja fal. Mos mendoj që kam të më shëru nesër, mos mendojmë që nesër kam na më shiru neve fëmiju jo për lëshimet që kemi bën këtë botë. Mos mendoj dikush. Atje s'na fal. Për shkak se fëmiju nuk e di çka e mirë, çka e keqe. Në qoftë se na fillojmë, vazhdojmë t'i nënshtrojmë fëmijëve tanë dhe gravet tona për çdo sen që ata kërkojnë, atëherë na e kemi humbur autoritetin. Në qoftë se fëmijëve u japim krejt dëshirat çka ata i dojnë, ku e di ai çka mirë, çka keq, çka e rrezikshme dhe çka është e dobishme për ta. Në qoftë se na u realizojmë, thonë dietarët, atëherë na jemi më fëmijë se ata. Na jena më fëmijë se ata. E keqja është se ditën e gjykimit kam thënë fëmia, unë se kum di që telefoni është i keq, për shembull. Unë se kum di që i keq, tash i di që i keq se kisha bën. Po ti që e ki ditë se më ngandal, atë ke pas autoritetin me marr telefonin e fëmijës. Me marr telefonin e fëmijës. Me ndalu fëmijën prej punëve të këqija dhe me urdhën të mirë në atë që urdhëron Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qudama, qal al-qadi, ka thënë qadi, është obligative për përgjegjësin e fëmijës që t'i mëson atij pastërtin, t'i mëson namazin kur t'i bëjë 7 vjet. Është obligative që përgjegjësi fëmijës t'i mëson kaptinën e pastërtisë, t'i mëson kaptinën e namazit, më praksoj me mësu për vetë duhet ja. Fëmijës kur t'i ban 7 vjet dhe ta urdhëron që ta fal namazin, ta edukon atë, të ban sabër në ta deri në 10 vjet. Kur t'i bëjë 10 vjet, me fillu edhe me amshu kapak në qoftë se ata nuk dëgjojnë. Dhe e mshumja që ka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është me mshu për me eduku, jo për me nxjerr të keqen. Kjo vlen ndash për nanat, ndash për vallart. Jo se nana është bën nervoz me vjerrën të shtëpia, me nanën e burrit, edhe me hek të keqen të fëmijët, që është ndodhur të në shqiptar shpesh. Jo se baba ka pas problem me dikam për jashta edhe vjen të shtëpia e nxjerr të keqen me fëmijët. Jo. Për shkak se ajo nuk është edukim. Ajo është torturë, dhunë. Dallon me amshu për me eduku dhe dallon me amshu mu shfry me hek të keqen ti, se unë jam sikletka. Allah na ka obliguar me i eduku. Jo mi torturu. Me mu terrorizu kur ta shef fëmia neve, jo. Për shkak se ka qenë këshilla e pejgamberit se këshilla e Allahut të ndërtuar mbi mëshirë. E dënimi, po, ekziston dënimi kur vjen momenti një, edhe dënimi. Mirë po, në
10 vjet ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me nda prej shtratit. Thot Ikrima, një prej dietarëve të mëdhej të tefsirit dhe të diturive sheriatike, kana Ibn Abbas yaj'alu fi rijli al-kabl. Thot Ibn Abbasi më ka vendos pranga në kam, si i vogël. Ka vendos pranga për me edukua, për me mësua. S'ka marrë vesh, e ka lidh, nalë qëto. Unë në kena mësu qëtash. Sa o shkojë fëmija, ka mund, alë ka me mësu. E ka mësu legjeratën, e ka mësu dersin, e ka mësu hadithin, e ka mësu ajetin, pas ta e ka lirua. Vetëm që me eduku në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. E thot Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ka thonë Imam Shafi'iu, ala al-abai wal-ummahati ta'limu auladihim as-sighar ma sayata'ayyanu alayhim ba'da bulughi fayu'allimuhu al-waliyu at-taharata was-salata was-sawma wa nahwaha wa yu'arrifuhu tahrim az-zina wal-lawati was-sariqa wa sharb al-muskiri wal-kadhibi wal-ghibati wa-shubhiha. Thot është obligative për prindërit që t'u mësojnë fëmijëve gjanat nga feja e Allahut, të cilat do t'i bëhen obligative kur të hynë moshën madhore. Është obligim me ja mësu fëmijës gjanat, dispozitat e sheriatit, të cilat do t'i bëhen obligim këtij fëmijës kur ka me hynë moshën madhore. A kjo mosha madhore shumë shpejt vike. Po vike shumë shpejt. Prindërit po dishin me i dhon gajrat vetit hajt se jam mësojune. Ama po bëjke djali i madh dhe s'pi mësojke. Pra duhet përditshmëri, disiplin, përpikshmëri, vazhdimshmëri, precizitet, lutje Allahun shumë, dua shumë Allahun që Allah më dhon sukses për ditë në edukimin e fëmijëve. Cilat gjana të cilat do t'i bëhen obligim kur ka me hyrë në moshën madhore. Pra është obligim që t'ja mëson pastërtin, t'ja mëson namazin, t'ja mëson agjerimin, t'ja mëson ati se është haram zinaja, është haram kontakti burr me burr dhe grua me grua, është haram vjedhja, është haram pijet alkoholike që dehin, është e keqe dhe haram gënjeshtra, gibeti dhe gjana të tilla që do t'i bëjnë obligim kur të bëhet i madh ky fëmijë. Kayfa yu'allimu ar-rajulu ahlahu. Çish me mësu fëmijët? Çish me eduku ata? Mjeti i parë an yu'allimuhum bi nafsihi. Mjeti i parë është me mësu vet. Mjeti i parë është me mësu vet. Pra, njeriu e mëson dinin e Allahut subhanahu wa taala, i mëson gjërat që i ka obligative me i mësua, dhe të njëjtat pasaj ja përcjell fëmijës vet. Për më tepër ka vende tjera. Mirë, po gjërat obligative duhet t'i din çdo prind tauhidin, tauhidin rububie, tauhidin uluhie, tauhidin e mëtësive të Allahut subhanahu wa taala, kushtet e imanit, kushtet e islamit, kaptimin e pastërtisë, kaptimin e namazit, kaptimin e agjerimit, largimi prej harameve të njohura, të papolemizuara, të mëdhaja, edhe prej të voglave. I dim, këto duhet me i ditë. Dhe të njëjta duhet të përcjellim të fëmijët ta. Kjo është e para. Argument për këtë, irji'u ila ahlikum faqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum. Kthehuni te familjet tuaja dhe informoni ata. Qëndroni aty, mësoni ata, informoni ata me mësimet që i keni mësuar te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hadithi i Huwairit radhiyallahu anhu, hadithi i delegacionit nga Beni Qais. E dyta, ti pyet dietarët në vend të fëmijëve. Nëse prindërit pyeten për ndonjë gjë dhe nuk e dinë, me i marrë në telefon hoxhallarët, ose me shkujt hoxhallarëve në qoftë se u kthejnë mesazhin, SMS-in, ose me shku në xhami me taku hoxhën, edhe me pyet për atë çka ka nevojë, që ka pyet fëmia jote, edhe këtë mënyrë me eduku fëmijën ta. Jeti i tretë, ay yumakkin ar-rajulu ahlahu min talab al-ilm. T'ja mundson
përgjegjësi familjes së tij, bashortë qoftë apo fëmijë, që të shkojnë dhe të kërkojnë dituri, nëse si ka mundësi vetë, se vetë është shumë i zantë, është tankon i zantë, që të rritet namaz sabahit, fal namaz sabahit, edhe prej kohës namaz sabahit deri pak para xhumit është i zantë me punë të kësaj dunjaje. Ka edhe kësi prind që janë shumë zantë. Mundemi disa me arsyetu e disa janë të parsyetueshëm. Po tamam, mund të qenë i zantë, se ka mundësinë vetë më ulë dhe më mësua. Duhet më ja mundësu me shku me mësu dikun tjetër. Me shku me mësu dikun tjetër, me shku në xhami dhe me mësu fejnë Allahut subhanahu wa taala, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allahi masajid Allah, mos i ndalni robreshat e Allahut prej xhamive të Allahut subhanahu wa taala. Pra ka pas raste ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam special është taku me gratë dhe i ka këshilluar. Kanë shku gratë dhe i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ghalabana alayka ar-rijal. Burrat na kanë shku neve në raport me ty. Faj'al lana yawman min nafsik. Caktoj një ditë, ya Rasulullah, kur dush ti, të më lidhemi dhe të na këshillosh. Kjo ka qenë për kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash është malet. Tash është për do gjana hiç s'ka nevojë me shku në xhami, gruaja. Po hajt në dalë për shtëpi se te shtëpia shumë kanë punë, dalë pak ta marrin një hava. Sot nuk ka nevojë me caktu hoxha një ditë caktuar me marr ders grave atë. Për shkak se gratë janë në anëtit dhe dëgjojnë atë çka dëgjojnë burrat e dëgjojnë edhe gratë. Atë çka mund të përcjell burrat për shtëpi, për rrjetet sociale, mund të përcjell edhe gratë. Po dojnë me shku në xhami me mësu ligjërata, me mësu fenë Allah subhanahu wa taala. Ka thonë sa mos i ndalni prej xhamive, robreshat Allah prej xhamive. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kena mu taku në shtëpinë e filana, dhe ka shkuj ka marrë ders pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe adim hadithin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që ka mbajt hutbën e Bajramit, ka shku pastaj special te pjesa e pasme e xhamisë te gratë, dhe ju ka folë dhe i ka këshilluar drejt për drejt gratë, dhe kanë filluar me dhënë sadaka, dhe Bilal radhiyallahu anhu e kam lejë sadakon të cilën e kanë dhënë gratë. Kanë thënë dietar dobi. Idha iqtada talabul ilmi alwajib aynan as-safar li tahsilihi lam yajuz lilwalidi an yamna waladahu. Në qoftë se kërkimi i diturisë, i cili është obligim për më mësuar, kërkon që me bë udhtim për një vend tjetër, prindit nuk i lejohet me ndalu djalin e vet me shku me mësu, për shkak se ka obligim të fesë me mësua. Apo nga ana tjetër, në qoftë se fëmiu del pa e pyet, pa marrë leje prej prindit për diturinë e cila është obligative, për tauhidin, për pastërtinë, për namazin, nuk ka mëkat te Allahu subhanahu wa taala. Thot Ibn Muflih nga Imam Ahmedi, innehu la yajibu istidhanu al-walidayn fi al-khuruj li talab fard al-ayn min al-ilm. Thot Imam Ahmedi, nuk është obligative kërkimi i lejes prej prindërve në qoftë se keni jetë me dalë me kërku diturinë obligative. Diturinë që ke obligim me mësua, në qoftë se dush me dalë prej shtëpisë dhe me shku me mësu në xhami, nuk e ke obligim me i pyet prind atë shkoj a mos shkoj. Për shkak se obligimi e drejta e Allahut është mbi të gjithë të drejtat. Mësimi i fesë është mbi të gjitha. E nëse nuk e mësojnë atë që kemi obligim, nuk mund me qenë edhe me edukat të mirë me prind. Për shkak se në xhami te hoxha kemi mësu atë që ke obligim. E një prej obligimeve kemi mësu që dush me ndëgju prindin. Mirë po, kur fjala e prindit vjen kundërshtim me fjalën e Allahut, nuk duhet më nënshtru prindit. Duhet të vazhdu me respektu, mirë po, nat urdhën nuk duhet me ju nënshtrua. Çka duhet me mësu? Këto ishin 3 mënyra se çysh me mësu fëmijët edhe familjen, fejnë Allah subhanahu wa taala. Dhe nga këndi i mësimit drejt për drejt, si më mësuan, kanë thënë dietarët bil qudwati wal muhakati wa yu'thiru fi at-tifli amrani. Thot, me shëmbëltyr të mirë. E para, me shëmbëltyr të mirë dhe me tregime interesante, e tek fëmijët ndikim të veçantë kanë 2 gjëra. E para,
البيت الذي ينشأ فيه الطفل يجب أن يكون البيت خاليا من المنكرات التي نهت عنها الشريعة. Thot, shtëpi në të cilën rritet fëmia, ajo shtëpi duhet tjetë e pastër prej të këqijave, të cilat i ka ndalu shariati. Sikur veprimi i shirkijateve të varrezave, apo të tyrbeve, apo si veprimi i bidateve të ndryshme, apo veprimi, apo lejimi i veprimit të harameve të njohura, apo përdorimi i enëve të ardit apo argjentit, vendosja e fotografive, idhujve, edhe kështu me radhë. Shtëpinë që rritet fëmia dhe do me rrit fëmijën si duhet jetë e pastër për këtyre gjërave. Dhe për kohën tonë moderne çfarë themi? Si dush me rrit një fëmijë si duhet, s'dush me lënë telefon hiç, as për të mirë as për të keq. Hiç në telefon mos me lënë. Dhe kjo është një rrezik i madh që i na t'japo sherrin krejt komplet, krejt shoqëria. Hiç në telefon fëmijën. Si dush me rujt pastërtinë, natyrshmërinë që ka kriju Allahu, me rujt fëmijës, dush me marr telefonin, mos me lënë telefonin. Ama që me pas sukses me marr telefonin, fëmia në shtëpi nuk duhet me të pa as ty në telefon të lejtë. Se thamë, shembulli i mirë. Nuk mundesh me qenë shembull i mirë për fëmijën, nëse ti ja merr telefonin mos me lut ose mos me hi në rrjete sociale fëmia, ama ti rrin në rrjete sociale tankova. Nuk realizohet kjo. Që më ja marr fëmijëve telefonin, që duhet më ja marr patjetër, kjo rrezik shumë i madh vëzni. Kto janë të fol edhe qafirat edhe muslimanët. Për problemin e kësaj. I jashtë ta gjunave, problemet mendore që ka janë të shaftu për telefonit. Për të realizu këtë, të shtëpia s'dush me pasi telefon. A ki punë, po. Një telefon 3210 Nokia, ta sos punë, sa dush. Edhe pa telefon, sos punë, po, hajt. Një telefon Nokia 3210, nuk jenë punë, shpije, tash më nuk jenë orar të punës, së në thirë dikush për punë, jenë shpi, s'ka veç për të një rast urgjent. Në qoftë se dojmë një me pas rezultat, edukimi i fëmijëve tonë. E dyta, dhe kjo kulminante, akhlaqul kibar, moralit mëdhajve. Moralit mëdhajve me qenë në nivel. Mos m'ja mundcu fëmijëve, prindrit, dhe mos m'ja mundcu baba, krye familjarin, gruas, edhe fëmijëve me pa diçka të pahishme të aj. Mos mu shajt, mos me bo haramet ndryshme, mos me qenë neglijent, mos me qenë i dopt, nështë shpirtnisht i dopt, nështë fizikisht i dopt, në të dyjat. Në qoftë se burri është i dopt fizikisht, ka ndikim, kjo të majni men. Në qoftë se burri është i dopt shpirtnisht, e merë për para gruja, e merë për para fëmija, si ta shef fëmija si dridhet pak buza, u sos ma veti, si dridhet pak qërpik i sinit, u kry ma veti. Me qenë morali i krye familjarit nivel të lartë, në raport me bashortën dhe fëmijët, me qenë morali i babës dhe nanës nivel të lartë në raport me fëmijët. Në qoftë se dojmë me pas sukses në edukimin e tyre, Allah në lehtësoft. Këto gjana për shkak se janë shumë të rëndësishme, subhanallah. Edhe e dyta, bit telkini. E para ishte me shëmbulltyr edhe me ngjarje. Mi tregon ngjarje interesante nga jeta e pejgamberëve, jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, jeta e shokëve pejgamberit, dietarëve muslimanë dhe shumë radh. Edhe morali i lartë me qenë në raport me fëmijët, edhe e dyta me mësu ata, me mësu kushtet e imanit. Dhe më kryesorja me njoftu ata me Allahun xhelal xhelaluhu, kushtet e islamit. Me mësu fëmijët që ta dojnë Allahun, ta dojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe me mësu fëmijët se sinjal, shenjë se e dojmë ose nuk e dojmë Allahun është se a japim a nuk japim përparësi urdhnat e Allahut dhe urdhnat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ti mësojmë fëmijët dhe tu angulisim në zemra me i dash shumë besimtarët
edhe me I urrejt jo besimtarët, me dash për hir të Allahut edhe me urrejt për hir të Allahut subhanahu wa taala, për shkak se kjo pikë është hallka më e fortë e besimit të njeriu. Me mësu fëmijët për edukatën islame, edhe me bë ushtrime, më ushtru për ditë në edukimin e tyre. Edukimi nuk ka në ditë. Edukimi është sikur sporti, që I dim në sportet, edhe edukimi është to. Një ditë, 2 ditë, 3 ditë, një javë, një muaj, 1 vjet, 2 vjet, 5 vjet, 10 vjet, ta njëjtën, mirë po. 15 vjet që I parë, shumë I rëndësishëm. 15 vjet që I parë, shumë I rëndësishëm për shkak se ajo është vendimtare se çish ka më qenë fëmiu jot në të ardhmen. Tadribu at-tifli 'ala al-ibadati wal-wajibati. Ushtrimi, me ushtru me fëmijët në realizimin e adhurimeve dhe obligimeve që ka obliguar Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me ushtru fëmijët me fal namazin, me dhon sadaka, me urdhërum të mirë, me ndalu nga keqja, me skuq, me tërmarrë. Mja kultivu fëmijës tan turpin, jo mja u marrë. Ç'është njësh me dana. Alhamdulillah, kena bënë punë shumë të madhe. Far pune ja kena plas marrë. Domethënë kjo është gjuha e gjendjes së shoqërisë kur atë na. Se nuk e thonë me gjuhë ato, ama gjendja e tyre ja plasën me këta e realizuam. Ki Allah s'është tamam. Allah ka marrë. Jo be, marrë turpi veç me hajr. Veç hajr bie. Keq nuk bie kur gjë. Me ja mësu fëmijëve dua të sletën përcjell nga pejgamberi sa stem gjatë ditës dhe natës. Këta dua. Doja udhëtimi, doja kur hin shtëpi, kur dal për shtëpi, kur hin banjë, kur dal për banjë, kur me flet, kur çosh për xhumi, kur trishtohesh në xhum, kur me abdes, kur e kryen abdes, kur thirr ezani, gjatë ezanit, pas ezanit, tu shkon në xhami, tu hin në xhami, kur ti në xhami, kur dash për xhamia. Kreto dom jam mësu fëmijëve. Mos punon çfarë, wallahi shumë lehtë. Fëmijët kanë kapacitet ekstrem. Fëmijët janë gotë e shprast. Çka të shtish mrena kave. Çka të shtish? Shti uj. Shti keq, shti mirë, I kap. Mos I mëshironi në këtë aspekt, pa leje sa la I vogël. Tash është I vogël, kënaqësi më thon leje I madh, s'kam çfarë të bëj. Po ç'tash? Mësoja. Të kemi kujdes ta përmirësojmë perceptimin e gabueshëm që e kanë fëmijët e të cilën perceptim ata e marrin prej shkollave. Dhe kjo është një prej obligimeve më të mëdha. Nëse dikush ka vendosur me e çu fëmijën në shkollë, në për të shkollat modelet që na sot jetojna, në përditshmëri t'ia kontrollon materialin të cilën mëson fëmia e tij. Dhe t'i tregon se çka e mirë, çka e keqe. Mos ta lën atë hajt se e di fëmia. Për shkak se ka gjëra që nuk duhet më mësuat e fëmia, që vijnë kundërshtim me bazën e fesë Allahu subhanahu wa taala. Nëse ke vendosur me çu fëmijën në shkollë, ato mësime nuk duhet më mësuar dhe duhet më tërheq vërejtën edhe më tregu fëmijë se kjo nuk është kështu, po është kështu na, edhe më i thon mësimdhënësve që fëmiu jam këtë land, këtë mësim nuk e mëson për shkak kësaj. Jo më thon, vjen marrë çish më thon mësues ose profesorët na. Shkolla thuaj se çu nuk I thu, rrezik I madh është. Është rrezik shumë I madh. Ta'limu al-atfali al-ulum ash-shari'a. Me mësu fëmijëve dituritë shariatike. E para hifzën e Kuranit, pastaj tajvidin, pastaj hifzën e hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kështu tematike të tjera nga shariati I Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun që Allah na jap sukses në edukimin e familjeve tona. Elusim Allahun që Allah t'i ruaj familjet tona për faktorëve të jashtëm, të cilët janë të shumë dhe investimi shumë I madh për të prishur familjet tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.